Ajo çka ka bo përshtypje të madhe të 2 ditë e fundit, është një status që e ka shkrujt profesori i Universitetit Prishtinës Blerim Latifi. Dhe ka nxollë reagim. Fjalin e parë në gjuhën shqipe e ka shkruar një prift katolik prejse në vitin 1460. Librin e parë në gjuhën shqipe e ka shkruar një prift katolik në vitin 1555. Librin e parë në prozë origjinale në gjuhën shqipe e ka shkruar një prift katolik në vitin 1685. Fjalorin e parë etimologjik të Shqipës e ka hartuar një prift katolik në gjysmën e parë të shekullit 17. Fjalorin e parë shqip latinisht e ka hartuar një prift katolik në vitin 1643. Shkollat e para ku është mësuar shqipja kanë qenë kolegjet katolike. Romanin e parë në gjuhën shqipe ka shkruar një prift katolik në vitin 1888. Kryetori i Kongresit të Alfabetit në Manastir ka qenë një prift katolik. Lista mund të zgjatet, e megjithatë, përkundër gjithë këtyre fakteve, ende ka ignorant që kanë dilema se kush ishte në balë të luftës për mbrojtjen e identitetit shqiptar, dhe nuk janë vetëm ignorantët, janë edhe budallënj, sepse budallëku nis pikërisht aty ku refuzohen dëshmit dhe provat. Kjo është statusi i profesorit nderuar Blerim Latifi. I ka 220 shpërndarje, mundësisht me shpërnda ma shumë. Mundësisht me fuqi ma shumë, se profesori i nderuar nuk ka thonë asgjë që nuk është e vërtet. Ka dhe shumë të tjerë që duhet përmenden, por me thekst veçantë do ta kisha veçuar Ernest Koliqin e Shkodrës, që ka pas mision të shenjtë prej Zotit gjithësisë më na i mësu abetarën. Neve, zonat e okupuara nga mbretëria jugoslave, përmes lëvizjes xhamjetit të viteve të 20.